Në arkivat e sigurimit të shtetit shqiptar ekziston një dosje me kodin objekti 008 që nuk u hap kurrë publikisht. Brenda saj gjendeshin raporte të detajuara mbi një njeri që drejtoi vendin për 18 vjet, por që populli e quante me një pseudonim nga një vizatimor kinez. Dokumentet tregojnë se vetë Enver Hoxha i kishte ndaluar agjentëve të përdornin këtë pseudonim në raportet zyrtare, sepse e konsideronte sabotazh ideologjik ndaj figurës së kryeministrit. Por njerëzit vazhduan ta quanin Tau në fshehtësi, edhe kur qenë duke vdekur nga uria. Çfarë fshinin këto raporte sekrete mbi njeriun që dukej si një panda e pafajshme, ndërsa mijëra shqiptar mbijetonin me racion bukë? Pse sigurimi ndjekej çdo person që guxonte ta quante me këtë emër? Dhe më e rëndësishmja, si arriti një njeri me një pseudonim kaq qesharak të mbetet në pushtet kaq gjatë, ndërsa vendi po shkatërrohej? Adil Çarçani ishte lindur në Folik të Gjirokastrës në 11 nëntor të vitit 1928. Familja e tij ishte e varfër, babai punonte si zejtar dhe asgjë nuk paralajmëronte se ky djalë do të bëhej një nga figurat më të fuqishme të komunizmit shqiptar. Por kishte diçka të veçantë në të, diçka që më vonë do ta përkufizonte tërë karrierën e tij politike. Ai ishte i shkathët në të folur, por edhe më i shkathët në të heshtur kur duhej. Njerëzit që e njihnin në rini thonë se Adili kur nuk fliste kundër askujt, kur nuk merrte pozicion të hapur dhe gjithmonë dukej se ishte dakord me të gjithë. Kjo aftësi për të qenë i padukshëm do të ishte arma e tij më e mirë për mbijetesë. Kur erdhi lufta, Adili u bashkua me partizanët. Por edhe atje, ai nuk ishte nga ata që ngrinin zërin apo kërkonin vëmendje. Ai ishte tekniku, ai që merrte me logjistik, ai që siguronte që gjërat të funksionin pa bujë. Pas çlirimit, kur shumë partizan u pushkatuan nga vetë shokët e tyre për devijime, Adili mbeti i paprekur. Pse? Sepse askush nuk mund të gjente asgjë konkrete kundër tij. Ai nuk kishte shprehur asnjë mendim që mund të interpretohet si armiqësor, nuk kishte marrë asnjë vendim që mund të konsiderohej i gabuar. Ai ishte bërë mjeshtër i artit të pazbulueshmërisë politike, një cilësi që Enveri do ta vlerësonte shumë më vonë. Në vitet 50, ndërsa Enveri filloi pastrime masive brenda partisë, Adili u ngrit në hierarki. Ai u bë inxhinier kimist, pastaj drejtor i uzinave të mëdha dhe më pas antar i komitetit qendror. Çdo herë që ndodhte një purg, Adili dijej se ishte në anën e duhur. Jo sepse ishte fanatik ideologjik, por sepse kishte një talent të jashtëzakonshëm për të parashikuar nga do të fryte era. Kur Koçi Xoxe u pushkatua në 11 qershor të vitit 1949, Adili nuk tha asgjë. Kur Bedri Spahiu u arrestua në 21 dhjetor të vitit 1958, Adili sërish heshti. Dhe kur Mehmet Shehu vetë vrau veten në dhjetor të vitit 1981, Adili ishte gati të marrë postin e tij si kryeministër. Por këtu fillon pjesa më interesante e historisë. Në vitin 1982, kur Adili u bë kryeministër, populli shqiptar tashmë ishte në një gjendje të mjeruar. Ekonomia po shkatërrohej, ushqimi po mungonte, fabrikat po mbylleshin. Dhe në këtë kohë, në televizionin shqiptar filloi të transmetohet një vizatimor kinez i quajtur Pandaja Tau. Ishte historia e një panda të vogël, naiv, që gjithmonë hynte në telashe, por në fund gjithçka zgjidhej mirë. Fëmijët shqiptar e duan këtë vizatimor, por prindërit e tyre filluan të shohin diçka tjetër. Ata filluan të shohin ngjashmëri midis Taus dhe kryeministrit të tyre të ri. Adili kishte një pamje karakteristike. Ai ishte i rumbullakët, me fytyrë të gjerë dhe të rumbullakët, me sy të vegjël që pothuajse zhduken kur buzëqeshte. Lëvizjet e tij ishin të ngadalta, të matura, gjithmonë të kujdesshme. Kur fliste në televizion, ai kur nuk ngritej zërin, kur nuk dukej i zemëruar apo i shqetësuar. Ai buzëqeshte gjithmonë, edhe kur jepte lajme të këqija, edhe kur njoftonte ulje të racioneve. Dhe kjo buzëqeshje konstante, kjo qetësi e pandryshueshme në një kohë kaq të vështirë, i bëri njerëzit të mendojnë për pandën e animuar nga televizori. Kështu filloi të përdoret pseudonimi Tau. Por ky pseudonim nuk ishte vetëm një shaka e pafajshme. Ai ishte një formë e rezistencës së heshtur. Në një vend ku të flisje hapur kundër qeverisë nënkuptonte vdekje apo burg, të quaje kryeministrin me emrin e një panda nga vizatimori ishte një mënyrë e sigurt për ta kritikuar pa u kapur. Njerëzit thonin shikoni, Tau po jep lajme sonte dhe të gjithë kuptonin se bëhej fjalë për Adil Çarçanin.
Ata thonin Tau na tha se do të kemi më shumë perime këtë vit me një ton ironie, sepse të gjithë e dinin se nuk do të kishte perime. Pseudonimi u bë një kod, një gjuhë sekrete që populli e përdorte për të shprehur pakënaqësinë e tij. Sigurimi i shtetit e kuptoi shpejt këtë fenomen. Në dosjet sekrete që u hapën pas vitit 1991, gjendeshin raporte ku agjentët shkruanin se pseudonimi Tau po përdoret gjerësisht nga elementi armiqësor për të përqeshur figurën e kryeministrit. Kishte raste ku njerëz ishin thirrur në sigurimi vetëm sepse dikush i kishte dëgjuar duke përdorur këtë emër. Kishte një rast të dokumentuar në Shkodër ku një mësues i shkollës fillore u arrestua për 3 ditë sepse kishte thënë para nxënësve edhe Tau në vizatimor jeton më mirë se ne. Ky nivel i paranojës tregonte sa seriozisht e merrnin autoritetet këtë pseudonim që në sipërfaqe duke i pafajshëm. Vetë Enveri ishte i irrituar nga kjo gjendje. Në një mbledhje të byros politike në shkurt të vitit 1983, Enveri tha se armiqt po përpiqen të degradojnë figurën e shokut Çarçani me pseudonime të ndyra. Ai urdhëroi që të bëheshin hetime për të gjetur burimin e këtij pseudonimi, por kjo ishte e pamundur. Ai kishte lindur spontanisht nga goja në gojë në të gjithë vendin njëkohësisht. Ishte një rast i rrallë i krijimtarisë popullore në një regjim që kontrollonte çdo aspekt të jetës. Dhe kjo e bënte edhe më të rrezikshme, sepse nuk kishte një organizator që mund të arrestojë. Por përse pikërisht Adili u bë objekt i kësaj ironie popullore? Pse jo Ramiz Alia, që ishte udhëheqës i partisë? Pse jo ministrat të tjerë që ishin po aq përgjegjës për gjendjen e vendit? Përgjigja qëndron në vetë natyrën e pozicionit të Adilit dhe mënyrën si ai e luante atë. Ramiz Alia ishte shoku Ramiz, figura e largët dhe e frikshme në krye të piramidës. Por Adili ishte ai që dilte në televizion çdo javë për të folur për ekonominë, për prodhimin, për planet 5 vjeçare. Ai ishte fytyra që njerëzit shohin më shpesh, zëri që dëgjonin duke dhënë premtime që kur nuk realizoheshin. Dhe sa më shumë ai buzëqeshte dhe fliste me një tonë të qetë për arritje, aq më shumë njerëzit e perceptonin si një figura absurde në një situatë absurde. Kishte një kontrast të tmerrshëm midis asaj që Adili thoshte dhe asaj që njerëzit jetonin. Ai fliste për rritje të prodhimit industrial, ndërsa fabrikat nuk kishin lënë të parë. Ai fliste për suksesin e bujqësisë socialiste, ndërsa njerëzit bënin radhë nga ora 4 të mëngjesit për një copë bukë. Ai fliste për mirëqenien në rritje të popullit, ndërsa spitalet nuk kishin ilaçe dhe shkollat nuk kishin ngrohje në dimër. Dhe e tëra kjo e thënë me një buzëqeshje të gjerë, me një tonë të butë, me një qetësi që dukej e pavarur nga realiteti. Kjo disociat midis fjalëve dhe realitetit e bëri popullin ta shohë si një figurë tragjik-komike, si një aktor që luante një rol absurd në një teatër absurd. Por a e dinte vetë Adili për këtë pseudonim? A e dëgjonte ai ndonjëherë që njerëzit e quanin Tau? Sipas disa burimeve të brendshme, po, ai e dinte. Kishte një incident të dokumentuar ku gjatë një vizite në një uzinë në Elbasan, Adili dëgjoi 2 punëtor duke biseduar dhe njëri tha, po vjen Tau. Ai u kthye dhe i pa, dhe ata u zbetën nga frika, por Adili vetëm buzëqeshi dhe vazhdoi. Më vonë, në makinë, ai i tha shoferit të tij, a e di ti se populli më quan Tau, dhe shoferi nuk dinte çfarë të përgjigjte. Adili vazhdoi, le ta bëjmë. Në fund të fundit, Tau është personazhi më i dashur i vizatimores. Kjo përgjigje tregon shumë për personalitetin e Adilit. Ai nuk u zemërua, nuk urdhëroi arreste, nuk bëri sken. Ai e pranoi me një cinizëm të qetë, duke kuptuar se kjo ishte një mënyrë e pafuqisë popullore për të shprehur frustrimin. Në fakt, kjo aftësi për të mos e marrë personalisht pseudonimin ishte pjesë e strategjisë më të gjerë të mbijetesës së Adilit. Ai e kuptonte se në një sistem ku askush nuk ishte i sigurt, ku edhe njerëzit më të fuqishëm mund të binin brenda natës, mënyra më e mirë për të mbijetuar ishte të mos bëheshe kërcënim për askën. Duke lejuar që populli ta quante Tau, pa reaguar me dhunë, ai po tregonte se nuk ishte një figurë autoritare kërcënuese. Ai po tregonte se ishte i butë, i parrezikshëm, dikush që mund të tolerohet. Kjo ishte e njëjta strategji që ai kishte përdorur gjatë gjithë karrierës së tij, strategjia e të qenit i padukshëm, i pafajshëm, jo kërcënues. Por pas kësaj fasade të Taus së mirë, çfarë personi ishte në të vërtetë Adil Çarçani? Këtu fillojnë kontradiktat. Nga njëra anë, njerëzit që punuan me të thonë se ai ishte i arsyeshëm, jo i dhunshëm, dëgjonte argumente teknike.
Në krahasim me figura të tjera të regjimit, ai nuk ishte sadist, nuk gëzoi me vuajtjen e të tjerëve. Nga ana tjetër, ai ishte plotësisht bashkëpunues me një nga regjimet më represive në Evropë. Ai firmosi vendime që dërguan mijëra njerëz në kampe pune, që mbyllën zona të tëra të vendit, që krijuan një uri artificiale për të kontrolluar popullin. Si mund të jetë i mirë dikush që bën gjëra të tilla? Përgjigjja është se Adili nuk ishte as a hero as a demon. Ai ishte një burokrat, një teknik i pushtetit, dikush që e shihte punën e tij si menaxhim të një sistemi, jo si një mision ideologjik. Kur ai jepte urdhra për të ulur racionet e ushqimit, ai nuk mendonte për nënën që do të mos kishte çfarë të jepte fëmijëve. Ai mendonte për shifrat në raporte, për bilancin e brendshëm të vendit, për presionin nga byroja politike. Kur ai firmosi vendime për mbylljen e ndërmarrjeve jo efikase, ai nuk mendonte për punëtorët që do të mbeteshin pa punë. Ai mendonte për përqindjet e produktivitetit, për planet 5-vjeçare, për mbledhjet e ardhshme ku duhej të raportonte sukses. Kjo abstraksion e dëmit human ishte ajo që i lejonte atij të vazhdonte të buzëqeshte ndërsa nënshkruante vendime që shkatëronin jetë njerëzish. Dhe këtu qëndron tragjedia e vërtetë e historisë së Tao Taos. Populli e quante me këtë emër duke menduar se po e përqeshte, por në të vërtetë po përshkruante saktësisht natyrën e tij. Ashtu si panda në vizatimor, Adili ishte një figurë që dukej e pafajshme, e ëmbël, jo e rrezikshme. Por në jetën reale, kjo papërziershmëri ishte pikërisht ajo që e bënte sistemin të funksionojë. Ai nuk ishte fanatiku që do të vriste për ideologji. Ai ishte menaxheri i qetë që lejonte që vrasjet të ndodhin në emër të eficiencës. Ai nuk ishte tirani që kërkonte fuqi absolute. Ai ishte burokratit që ekzekutonte vendimet të tiranëve të vërtet pa bërë pyetje. Dhe në shumë mënyra, kjo e bënte atë edhe më të rrezikshëm, sepse sistemet të tilla funksionojnë pikërisht fal njerëzve si ai, njerëzve që vetëm kryejnë punën e tyre. Por a kishte Adili ndonjëherë momente dyshimi? A u zgjua ai ndonjëherë në mesnatë duke menduar për pasojat e vendimeve të tij? Nga dëshmitë që kemi, duket se jo. Ai ishte njeri që flinte mirë në natë. Ai ishte njeri që kthehej në shtëpi pas një dite pune ku kishte nënshkruar vendime që do të linin pa bukë qindra familje dhe hante darkën e tij të qetë me familjen. Ai nuk ishte i torturuar nga ndërgjegja, sepse ai kishte ndërtuar një sistem mendor ku ai nuk ishte përgjegjës. Përgjegjës ishte partia, emberi, rrethanat objektive, armiqt, çdo gjë përveç tij vetë. Kjo aftësi për të mos ndjerë përgjegjësi personale është një nga karakteristikat më të zakonshme të burokratëve të regjimeve totalitare. A e dini ju dikë në familjen tuaj që ka punuar në pozicione të tilla dhe që justifikohet ende sot me unë vetëm kryeja urdhra? Në fundin e viteve 80, situata në Shqipëri u bë edhe më e rëndë. Blogu lindor po shpërbehej, Bashkimi Sovjetik po transformohej dhe Shqipëria mbetej e vetmja kështjell e komunizmit ortodoks. Adili vazhdonte të jepte fjalime për vendosmërinë tonë për të mbrojtur pavarësinë socialiste, por brenda korrigjeve të pushtetit të gjithë e dinin se sistemi po vdiste. Racionet e bukës u ulën nga 800 gram në ditë në 300 gram. Elektriciteti ishte vetëm disa orë në ditë. Spitalet nuk kishin as alkool për të pastruar plagët. Shkollat mbyllën në dimër sepse nuk kishte dru për t'i ngrohur. Dhe Adili vazhdonte të buzëqeshte në televizion duke folur për vështirësi të përkohshme dhe mobilizimin e masave. Ishte në këtë periudhë që pseudonimi Tao Tao mori një dimension më të errët. Ai nuk ishte më vetëm një shaka, ishte bërë një simbol i cinizmit të thellë që kishte pushtuar shoqërinë shqiptare. Njerëzit thonë po na vret Tao Tao, jo me humor, por me një hidhërim të thellë. Ata thonin Tao Tao po na thot të ham bar, kur Adili sugjeronte në një fjalim se njerëzit mund të mblidhnin bim të egra për të plotësuar dietën. Pseudonimi ishte transformuar nga një mjet ironie në një mjet shprehje të zemërimit dhe dëshpërimit. Por edhe në këtë formë, ai mbeti një mënyrë e sigurt për të folur, sepse askush nuk mund të arrestohej vetëm për të përmendur emrin e një panda nga vizatimori. Në dhjetor të vitit 1990, diktatura rumune u rrëzua me dhunë dhe Nicolae Ceaușescu u ekzekutua. Lajmi u përhap si zjarr në Shqipëri, edhe pse televizioni shtetëror nuk raportoi asgjë. Njerëzit dëgjonin Radio Vaticanin, dëgjonin Radio Evropa e Lirë dhe flisnin në fshehtësi. Çfarë mendoi Adili kur dëgjoi se kolegët e tij nga Rumania kishin përfunduar përpara një plumbi ekzekutimi? A u friksua ai për herë të parë për jetën e tij?
Sipas disa burimeve, po. Në javët pas rënies së Ceaușescus, Adili u bë më i tërhequr, më i kujdesshëm në deklarata. Ai filloi të flasë për nevojën për reforma, për dëgjimin e zërit të popullit, fjalë që deri dje do të konsideroheshin herez. Por ishte shumë vonë. Protestat filluan në Shkodër në dhjetor të vitit 1990 dhe shpejt u përhapën në të gjithë vendin. Njerëzit dilën në rrugë duke kërkuar demokraci, duke kërkuar fund të monizmit partijak, duke kërkuar ushqim. Dhe në shumë nga këto protesta, një nga thirrjet që dëgjoi ishte Tau duhet të shkojë, një mënyrë për të kërkuar largimin e Çarçanit pa përdorur emrin e tij të vërtet, edhe në këtë moment histori. Kjo tregon sa thellë ishte futur ky pseudonim në ndërgjegjen kolektive të popullit shqiptar. Ai kishte bërë një udhëtim nga një shaka e pafajshme në një simbol të regjimit dhe më pas në një thirrje për ndryshim. Në shkurt të vitit 1991, ndërsa protesta po intensifikoheshin, Adil Çarçani dha dorëheqjen si kryeministër. Ai u zëvendësua nga Fatos Nano, një figurë më e re që supozohej të përfaqësonte ndryshimin. Por Adili nuk u arrestua, nuk u gjykua, nuk u dënua. Ai thjesht u tërhoq në heshtje, duke jetuar në Tiranë deri në vdekjen e tij në 26 tetor të vitit 1994. Kjo mbijetesë ishte vetë testamenti i fundit i strategjisë së tij. Edhe në fund, ai arriti të mos bëhet shënjestër, të mos bëhet ai që merr të gjithë fajin. Ai u shndërrua në atë që kishte qenë gjithmonë, një hije, një figurë e paqëndrueshme që nuk mund të kapej plotësisht. Por çfarë trashëgimi e la pas Tau? Si e kujton historia këtë njeri që drejtoi Shqipërinë në një nga periudhat më të errëta të saj? Këtu gjejmë diçka të çuditshme. Në shumë mënyra, ai është harruar. Ndryshe nga Enver Hoxha, që është figure kontroverse por të madhe, ndryshe nga Mehmet Shehu që ka një aura misteri, Adil Çarçani ka mbetur një notë këmbësh në histori. Ai është ai kryeministri me pseudonimin Qesharak, asgjë më shumë. Dhe ndoshta kjo është e drejtë. Ai ishte një njeri që zgjodhi të jetë i paduakshëm dhe historia e ka bërë pikërisht atë, ja ka hedhur poshtë dukshmërisë. Por a duhet ne ta lëmë kështu? A nuk ka diçka për të mësuar nga historia e një njeriu që mbijetoi duke mos qenë askush, duke mos bërë asgjë me vërtet memoriale, duke qenë thjesht një ingrenazh i një makina shkatëruese? Në prill të vitit 1983, Sigurimi i Shtetit organizoi një operacion të quajtur Operacioni Panda. Emri ishte ironik, por qëllimi ishte serioz. Agjentët morën urdhra të infiltroheshin në bisedat e përditshme të njerëzve, në radhët e bukës, në autobus, në fabrika, kudo ku njerëzit mblidheshin dhe flisnin. Detyra e tyre ishte të identifikonin ata që përdornin pseudonimin Tau në mënyrë armiqësore. Por si mund të dallojë një përdorim armiqësor nga një i thjeshtë? Kjo ishte pyetja që torturonte vetë agjentët. Nëse dikush thoshte Tau foli sonte në televizion me një ton neutral, a ishte kjo kritik apo thjesht konstatim fakti? Nëse dikush buzëqeshte kur e thoshte, a ishte kjo ironi apo thjesht një buzëqeshje e rastësishme? Raportet e operacionit Panda që u zbuluan më vonë janë dokumente fascinuese të paranojës së një regjimi në dekadencë. Një agent shkroi se objekti numër 112 përdori pseudonimin 3 herë në një bisedë 10 minutëshe, por toni ishte i vështirë për t'u interpretuar. Një tjetër raportoi se në një radhë buke në Durrës, 8 persona përdorën pseudonimin brenda gjysmë ore, por asnjë nuk tha asgjë eksplicitisht armiqësore. Sistemi po përpiqej të kriminalizonte një fenomen që ishte kaq i përhapur sa kishte humbur çdo kuptim specifik. Tau ishte bërë thjesht një mënyrë tjetër për të thënë kryeministri, dhe çdo përpjekje për ta ndaluar këtë ishte e dështuar që në fillim. Por kishte raste ku përdorimi i pseudonimit çoi në pasoja serioze. Në qershor të vitit 1984, një mësues i shkollës së mesme në Korçë u arrestua sepse kishte thënë para nxënësve edhe Tau në vizatimor habambu, por ne nuk kemi as bukë. Ai u dënua me 5 vjet burg për propagandë armiqësore. Familja e tij u internua në Gradish. Fëmijët e tij u përjashtuan nga shkolla. E gjithë kjo për një fjali që në çdo vend tjetër do të konsiderohej thjesht një koment i hidhur mbi varfërinë. Por në Shqipërinë e viteve 80, çdo gjë mund të ishte propagandë armiqësore, veçanërisht kur prekej figura e një udhëheqësi. Kishte edhe raste më absurde. Një grua në Berat u thirr në sigurimi sepse fëmia i saj 4 vjeçar kishte thënë në kopsht, Tau është i keq.
Kur e pyetën nënën se ku e kishte mësuar fëmia këtë, ajo u përpoq të shpjegonte se fëmia fliste për vizatimoren, për një episod ku panda kishte bërë një rëmuj. Por hetuesit nuk ishin të bindur. Ata e mbajtën gruan për 3 orë duke e pyetur nëse në shtëpi flitej armiqësisht për qeverinë. Ajo u lirua vetëm pasi burri i saj, që ishte antar partie, erdhi dhe garantoi për të. Por çfarë lloj shoqërie është ajo ku një fëmijë 4 vjeçar mund të sjellë probleme për familjen e tij sepse përmendi emrin e një panda nga vizatimori? Vet Adili dukej se kishte zhvilluar një marrëdhënie komplekse me pseudonimin e tij. Sipas një ish bashkëpunëtori të tij që foli në vitin 1998, Adili në takime private ndonjëherë përdorte humor vet ironik në lidhje me këtë. Njëherë, kur një raport ekonomik tregonte shifra shumë të këqija, ai tha, çfarë do të thotë Tau për këtë, dhe të gjithë në dhomë ngrin. Askush nuk dinte nëse duhej të qeshte apo jo. Adili pastaj shtoi Tau do të thotë që duhet të punojmë më shumë, dhe atmosfera u relaksua pak. Por ky lloj humori ishte i rrezikshëm, sepse tregonte se edhe vet Adili e kuptonte absurditetin e situatës, dhe kjo vetdije mund të ishte e rrezikshme në një sistem që mbështetej në besimin fanatik. Në vitin 1985 ndodhi diçka e pazakontë. Televizioni shqiptar ndaloi transmetimin e vizatimores Pandaja Tau. Arsyeja zyrtare ishte se duhet të japim më shumë hapësirë për programe edukative vendase. Por të gjithë e dinin arsyeën e vërtetë. Regjimi po përpiqej të fshinte burimin e pseudonimit, duke shpresuar se nëse njerëzit nuk shihnin më pandën në televizion, do të harronin ta përdornin emrin. Por kjo strategji dështoi plotësisht. Pseudonimi tashmë kishte jetë të vetin, të pavarur nga vizatimori. Madje, ndalimi i vizatimores e bëri pseudonimin edhe më popullor, sepse tani ai përfaqësonte edhe një akt censure, një provë tjetër e paranojës së regjimit. Fëmijët që kishin rritur duke parë vizatimoren u bën adoleshentë dhe të rritur, dhe ata e mbajtën pseudonimin gjallë. Për ta, Tau nuk ishte vetëm një emër për kryeministrin, ishte një simbol i tërë absurditetit të sistemit. Kur ata thonin Tau po na thotë të ham më pak, ata nuk po kritikonin vetëm Adil Çarçanin, po kritikonin tërë logjikën e një regjimi që kërkonte nga njerëzit të jetonin me gjithnjë e më pak, ndërsa premtonte gjithnjë e më shumë. Pseudonimi ishte bërë një mjet i rezistencës kulturore, një mënyrë për të ruajtur shëndetin mendor në një shoqëri që po çmendej. Por le të kthehemi te vet Adili si person. Çfarë bënte ai kur nuk ishte duke luajtur rolin e kryeministrit? Si ishte jeta e tij private? Këtu gjejmë një kontrast interesant. Adili jetonte në një apartament relativisht modest në Tiranë, jo në një vilë luksoze si disa funksionarë të tjerë. Ai shkonte në zyrë çdo ditë në orën 8 të mëngjesit, punonte deri në orën 6 pasdite dhe kthehej në shtëpi. Ai nuk organizonte festa, nuk kishte amante të njohura, nuk ishte i përfshirë në skandale. Në shumë mënyra, ai jetonte si një burokrat i mesëm, jo si një nga njerëzit më të fuqishëm të vendit. Kjo thjeshtësi e jetës private ishte pjesë e strategjisë së tij. Në një sistem ku luksi i tepërt mund të shkaktonte smir dhe rënje, Adili zgjodhte të jetojë modestisht. Por kjo nuk do të thotë se ai vuante. Ai kishte akses në dyqane speciale ku mund të blinte ushqime që populli i zakonshëm nuk i kishte parë prej vitesh. Ai kishte akses në kujdes mjekësor në spitalet speciale të nomenklaturës. Fëmijët e tij shkuan në shkollat më të mira dhe më vonë u dërguan të studionin jashtë vendit. Pra, ndërsa ai ruante një pamje modestie, ai gëzonte privilegje që ishin të paarritshme për 98% të popullit. Një nga detajet më interesante për jetën private të Adilit vjen nga një ish shofer i tij. Ai tregon se Adili kishte një zakon të çuditshëm. Çdo të diel, ai kërkonte që shoferi ta çonte në një rrugë të caktuar në periferi të Tiranës, dhe ai ulte xhamin e makinës dhe shikonte njerëzit duke ecur. Ai nuk fliste, nuk dilte nga makina, thjesht shikonte për 10 apo 15 minuta, dhe pastaj urdhëronte të ktheheshin. Shoferi nuk e kuptonte kurrë se çfarë kërkonte Adili në këto ekskursione. A ishte kjo një mënyrë për të parë jetën reale të njerëzve që ai qeveriste? A ishte një lloj pendimi të heshtur? Apo thjesht kuriozitet? Ne nuk do ta dim kurrë, por ky detaj na jep një shikim në kompleksitetin e një njeriu që shpesh paraqitet si një figurë njëdimensionale. Në vitin 1987, Adili pësoi një infarkt të lehtë. Ai u trajtua në spitalin special të nomenklaturës dhe u rikuperua, por kjo ngjarje e ndryshoi.
Njerëzit që e pan pas kësaj thonë se ai u bë më i heshtur, më i tërhequr. Ai filloi të delegojë më shumë përgjegjësi të zëvendësit e tij. Në mbledhjet e byros politike, ai fliste më pak, dëgjonte më shumë. Disa interpretuan këtë si një shenjë dobësie, të tjerë si një strategji për të shmangur përgjegjësinë për vendimet e vështira që po vinin. Në çdo rast, Adili i fundit viteve 80 ishte një version më i lodhur, më i deziluzionuar i njeriut që kishte marrë postin e kryeministrit me optimizëm në vitin 1982. Por edhe në këtë gjendje, ai vazhdonte të luante rolin e tij. Ai dilte në televizion, jepte fjalime, takonte delegacione. Dhe njerëzit vazhduan ta quanin Tao, por tani me një ton më të butë, pothuajse me keqardhje. Ishte sikur populli po shikonte një aktor të lodhur duke luajtur një rol që nuk e besonte më, por që nuk kishte zgjidhje tjetër veç se ta vazhdonte. Kjo ndryshim në perceptim ishte interesant. Tao nuk ishte më vetëm objekt ironie apo zemërimi, po bëhej edhe një simbol i një sistemi që po vdiste, një relike e një epoke që po mbaronte. Në nëntor të vitit 1989, kur muri i Berlinit ra, Adili ishte në një mbledhje të Këshillit të Ministrave. Dikush solli lajmin dhe dhoma u mbush me heshtje. Askush nuk dinte çfarë të thoshte. Adili, sipas një pjesëmarrësi, thjesht tha, le të vazhdojmë me rendin e ditës, dhe mbledhja vazhdoi sikur asgjë nuk kishte ndodhur. Por të gjithë e dinin se diçka thelbësore kishte ndryshuar. Nëse muri i Berlinit mund të binte, nëse Gjermania lindore mund të hapej, çfarë do të thoshte kjo për Shqipërinë, vendin më të izoluar në Evropë? Në javët që pasuan, Adili u bë edhe më i kujdesshëm në deklaratat e tij publike. Ai filloi të përdor fjalë si nevojë për modernizim, dëgjim i mendimeve të ndryshme, fleksibilitet në zbatimin e politikave. Këto ishin fjalë që deri dje do të konsideroheshin herez, por tani edhe konservatorët më të ashpër në byron politike po fillonin ta kuptonin se diçka duhej të ndryshonte. Por ishte shumë vonë. Procesi që kishte filluar në Evropën lindore ishte i panjohur dhe Shqipëria nuk mund të mbetej një ishull i izoluar përgjithmonë. Kur protestave filluan në dhjetor të vitit 1990, Adili ishte në një pozitë të vështirë. Ai nuk ishte udhëheqësi suprem, ai nuk mund të merrte vendime të mëdha pa aprovimin e Ramiz Alis dhe të byros politike. Por ai ishte fytyra e qeverisë, ai që duhej të dilte dhe të fliste me publikun. Në 20 dhjetor, ai dha një fjalim në televizion ku u bëri thirrje protestuesve të ruajnë qetësinë dhe të besojnë se partia do të dëgjojë shqetësimet e tyre. Por fjalët e tij ranë në vesh të shurdhër. Njerëzit nuk donin më premtime, ata donin ndryshim real. Në shkurt të vitit 1991, kur u bë e qartë se regjimi duhej të bënte lëshime, Adili u thirr në një mbledhje të byros politike. Atje ju tha se ai duhej të jepte dorëheqjen për të hapur rrugën për gjeneratën e re. Ai nuk protestoi, nuk u përpoq të mbronte postin e tij. Ai thjesht pranoi me të njëjtën qetësi me të cilën kishte pranuar çdo vendim tjetër gjatë karrierës së tij. Në 22 shkurt, ai dha dorëheqjen zyrtarisht dhe fatos nano u bë kryeministri i ri. Adili u tërhoq në heshtje, pa intervista, pa deklarata, pa drama. Por historia e Taos nuk mbaroi atje. Edhe pas dorëheqjes së Adilit, pseudonimi vazhdoi të përdoret, por tani me një kuptim të ndryshëm. Ai u bë një mënyrë për të folur për të kaluarën, për vitet e errëta të komunizmit. Njerëzit thonin në kohën e Taos, kur donin të referohen për periudhën e fundit të diktaturës. Pseudonimi kishte evoluar nga një mjet ironie në një markues historik, një mënyrë për të periodizuar kohën. Kjo transformim i fundit i pseudonimit tregon fuqinë e gjuhës popullore për të rishkruar historinë, për të krijuar kategori që nuk ekzistojnë në librat zyrtar. Kur Adil Çarçani vdiq në 26 tetor të vitit 1994, vdekja e tij mori pak vëmendje. Gazetat e përmendën në një paragraf të shkurtër, pa komente, pa analiza. Nuk kishte ceremoni zyrtare, nuk kishte fjalime përkujtimore. Ai u varros në varrezat e Tiranës në një ceremoni private me familjen. Ishte një fund i qetë për një njeri që kishte jetuar gjithë jetën duke shmangur vëmendjen, duke qenë i padukshëm. Edhe në vdekje, ai arriti të mos bëhet spektakël, të mos bëhet objekt debati të madh. Ai thjesht u zhduk, ashtu si kishte jetuar, në heshtje. Por a meriton Adil Çarçani të harrohet kështu? A nuk ka diçka për të mësuar nga historia e tij? Kur shikojmë karrierën e tij, shohim një model që përsëritet në shumë regjime autoritare.
Ai nuk ishte ideologu fanatik, ai nuk ishte sadisti që gëzoi me dhunën. Ai ishte tekniku, menaxheri, njeriu që bënte që sistemi të funksionojë. Dhe pikërisht për këtë arsye, ai ishte i domosdoshëm për regjimin. Diktatorët kanë nevojë për njerëz si Adili, njerëz që nuk bëjnë pyetje të mëdha morale, që shohin punën e tyre si një detyrë teknike, që mund të nënshkruajnë vendime që dëmtojnë mira njerëz pa u ndier personalisht përgjegjës. Kjo është mësimi i vërtetë i historisë së Tao Taos. Regjimet e këqija nuk funksionojnë vetëm me fanatik dhe sadis. Ata funksionojnë me njerëz të zakonshëm që zgjedhin të mos shohin, të mos pyesin, të mos ndjejnë. Ata funksionojnë me burokrat që thonë unë vetëm kryej punën time, me teknik që thonë unë merrem vetëm me shifrat, me menaxher që thonë unë nuk marr vendime politike. Adil Çarçani ishte mishërimi i kësaj mentaliteti dhe për këtë arsye historia e tij është më e rëndësishme se sa mund të duket në shikim të parë. Sot, kur shqiptarët flasin për komunizmin, ata shpesh fokusohen në Enver Hoxhën, në Mehmet Shehun, në figurat e mëdha dhe dramatike. Por sa shpesh flasin për Adil Çarçanin? Sa shpesh pyesin se si një njeri i zakonshëm, pa karizëm të veçantë, pa ideologji të zjarrt, arriti të drejtojë qeverinë për 18 vjet? Kjo heshtje rreth figurave si Adili është e rrezikshme, sepse na lejon të mendojmë se regjimet e këqija janë vetëm për njerëzit e këqij, për monstrat. Por e vërteta është se ata funksionojnë me njerëz të zakonshëm që bëjnë zgjedhje të këqija, që zgjedhin karrierën mbi ndërgjegjen, që zgjedhin sigurinë personale mbi përgjegjësinë morale. Pseudonimi Tao Tao ishte mënyra e popullit për të shprehur këtë të vërtetë pa e thënë drejt për drejt. Duke e quajtur kryeministrin me emrin e një panda nga vizatimori, njerëzit po thonin se ai nuk ishte një figurë e madhe tragjike, por një figurë absurde, një njeri i zakonshëm në një pozitë të jashtëzakonshme, duke luajtur një rol që nuk i përshtatej. Dhe kjo perceptim ishte më shkatëruese për Adil Çarçanin se sa çdo kritik e drejt për drejt mund të ishte. Sepse ajo e zhveshte nga çdo dinjitet, nga çdo pretendim për madhështi. Ajo e reduktonte në atë që ishte në të vërtetë, një figurë komike në një tragjedi kombëtare. Por le të pyesim veten, a jemi ne sot imun ndaj këtij lloji mentaliteti? A ka në shoqërinë tonë njerëz që zgjedhin të mos shohin, të mos pyesin, të mos ndjejnë përgjegjësi për pasojat e veprimeve të tyre? A ka burokrat që nënshkruajnë vendime që dëmtojnë njerëz të zakonshëm, duke u justifikuar se vetëm kryejnë punën e tyre? A ka menaxher që mbyllin sy përpara padrejtësive sepse nuk është puna e tyre të merren me politikë? Nëse përgjigja është po, atëherë historia e Adil Çarçanit nuk është vetëm histori, është një paralajmërim për të tashmen. Në fund, çfarë mbetet nga Tao Tao? Mbetet një pseudonim që pak njerëz e përdorin ende, mbetet një kujtim i turbullt i një periudhe të errët, mbetet një mësim që shpesh injorohet. Por ndoshta më e rëndësishmja, mbetet një pyetje që çdo gjenerat duhet ta bëjë vetes, çfarë do të bëja unë në pozicionin e tij? Do të kisha guximin të refuzoja, të jepja dorëheqjen, të flisja kundër? Apo do të zgjidhja sigurinë, karrierën, mbijetesën, duke u justifikuar se nuk kam zgjidhje tjetër? Kjo pyetje është e vështirë dhe shumica prej nesh preferojmë të mos e bëjmë. Por historia e Adil Çarçanit na detyron ta bëjmë dhe kjo është arsyeja pse historia e tij, edhe pse e harruar, mbetet e rëndësishme. Vazhdimi skenari, pjesa 3. Në arkivat e sigurimit që u hapën pas vitit 1991, u gjet një dosje e veçantë me titullin Reagimet popullore ndaj figurës së shokut Çarçani. Kjo dosje përmbante qindra raporte nga agjentë të ndryshëm që kishin monitoruar se si populli fliste për kryeministrin. Ajo që bën përshtypje në këto dokumente nuk është vetëm shtrirja e mbikëqyrjes, por edhe toni i frustruar i vetë agjentëve. Një raport nga marsi i vitit 1984 thot, pavarësisht përpjekjeve tona, pseudonimi vazhdon të përdoret në të gjitha shtresat e shoqërisë, nga intelektualët deri te punëtorët e thjeshtë. Çdo përpjekje për ta ndaluar këtë fenomen ka dështuar sepse ai është bërë pjesë e gjuhës së përditshme. Ky pranim i paftësisë së sigurimit për të kontrolluar një pseudonim tregon diçka thelbësore për natyrën e pushtetit totalitar. Ai mund të kontrollojë veprimet, por nuk mund të kontrollojë plotësisht mendimet dhe gjuhën e njerëzve. Një tjetër aspekt fascinues i këtyre dosjeve është se si vetë agjentët filluan të përdornin pseudonimin në raportet e tyre të brendshme. Në fillim, ata shkruanin objekti i quajtur me pseudonimin armiqësor, por me kalimin e kohës, disa raporte thjesht shkruanin Tao Tao pa shpjegime.
Kjo tregon se edhe brenda aparatit represiv, pseudonimi kishte fituar një lloj legitimiteti, kishte bërë një udhëtim nga një term armiqësor në një term deskriptiv. Kjo infiltrim i gjuhës popullore në gjuhën zyrtare të sigurimit është një dëshmi e fuqisë së rezistencës kulturore, edhe në kushtet më represive. Por le të shqyrtojmë më thellë marrëdhënien midis Adilit dhe Enver Hoxhës. Kjo marrëdhënie ishte çelësi i mbijetesës dhe suksesit të Adilit. Enveri e vlerësonte Adil pikërisht për cilësitë që populli i përqeshte. Ai e shihte si një ekzekutues të besueshëm, dikush që nuk do të kërkonte kurrë të ndërtonte bazën e vet të pushtetit, dikush që nuk do të bëhej kurrë kërcënim. Në një sistem ku çdo figurë e fortë konsiderohej si rival potencial, Adili ishte ideali, një njeri kompetent por jo karizmatik, efikas por jo frymëzues, besnik por jo fanatik. Kjo kombinim e bënte të përsosur për rolin e kryeministrit në një diktator paranojak. Kishte një episod që ilustron këtë dinamik në mënyrë perfekte. Në vitin 1979, gjatë një mbledhjeje të byros politike, Enveri kritikoi ashpër një vendim ekonomik që kishte marrë Mehmeti. Ai tha se vendimi tregonte ambicie personale dhe devijim nga linja e partisë. Mehmeti u përpoq të mbrojë, të shpjegonte arsyet teknike të vendimit, por Enveri nuk donte të dëgjonte. Në atë moment, Adili foli për herë të parë në mbledhje. Ai tha, shoku Enver ka të drejtë. Ne duhet të jemi më të kujdesshëm që vendimet tona të mos interpretohen si iniciativa personale, por si zbatim i linjës së partisë. Kjo ndërhyrje e shpëtoi Mehmetin nga një sulm më i ashpër, por njëkohësisht e pozicionoi Adil si një figurë që kuptonte rregullat e lojës. Ai nuk mbrojti kolegën e tij, por as nuk e sulmoi. Ai thjesht përsëriti linjën e Enverit në një mënyrë që dukej si mbështetje, jo si servilizëm. Ky lloj ekuilibri delikat ishte arti i Adilit. Ai dinte se në një sistem ku besnikëria absolute kërkoi, por ku besnikëria e tepruar mund të dukej e dyshimt, ai duhej të gjente një ton të mesëm. Ai duhej të ishte mjaft besnik për të mos u konsideruar si kërcënim, por jo aq besnik sa të dukej si një oportunist i paskrupull. Kjo linjë e hollë midis dy ekstremeve kërkonte një inteligjencë emocionale të lartë dhe një aftësi për të lexuar njerëzit që Adili e kishte zhvilluar gjatë dekadave. Pas vdekjes së Enverit në 11 prill të vitit 1985, pozicioni i Adilit u bë edhe më delikat. Ramiz Alia, udhëheqësi i ri, nuk kishte të njëjtën autoritet absolute që kishte pasur Enveri. Kjo krijoi një vakum pushteti të pjesshëm dhe në një situatë të tillë, figura të forta mund të kishin përpjekur të mbushnin atë vakum. Por Adili nuk bëri asnjë lëvizje të tillë. Ai vazhdoi të luante të njëjtin rol, ekzekutori besnik, tekniku kompetent, figura e padukshme. Kjo qëndrim e bëri të vlefshëm edhe për Ramizin, i cili kishte nevojë për njerëz që nuk do të sfidojnë autoritetin e tij të brish. Por brenda këtij periudhe, diçka filloi të ndryshonte në vet Adil. Disa nga ata që punuan me të në vitet e fundit të 80-tave thonë se ai u bë më skeptik, më i lodhur. Ai vazhdonte të kryente detyrat e tij, por pa entuziazmin e mëparshëm. Në mbledhje, ai shpesh heshte për periudha të gjata, duke dëgjuar të tjerët pa komentuar. Kur fliste, fjalët e tij ishin të matura, teknike, pa ngjyrime emocionale. Ishte sikur ai kishte hyrë në një lloj piloti automatik, duke kryer lëvizjet e nevojshme pa u angazhuar vërtet me përmbajtjen. Ky largim emocional nga puna ishte ndoshta një mekanizëm mbrojtës. Kur je në një pozicion ku çdo vendim që merr mund të dëmtojë mijëra njerëz, kur shikon se premtimet që bën nuk realizohen kurrë, kur kupton se sistemi që shërben po dështon, si mund të vazhdosh të funksionosh? Një mënyrë është të krijosh një distancë emocionale, të shohësh gjithçka si një problem teknik, jo human. Adili dukej se kishte përsositur këtë teknik, por me një kosto. Ai kishte bërë një lloj roboti human, duke kryer funksionet e tij pa u lidhur me to në nivel personal. Kishte një moment që disa dëshmitar e përmendin si veçanërisht zbulues. Në vitin 1988, gjatë një vizite në një fshat në jug të Shqipërisë, Adili u prit nga një grup fëmijësh që këndonin këngë pionierësh. Pas ceremonisë, një vajzë e vogël ju afrua dhe i tha, shoku kryeministër, nëna ime thot se ju i ngjani Tautaus nga televizori. Ishte një moment i ngurtë. Shoqëruesit e Adilit u tensionuan, duke pritur një reagim të ashpër. Por Adili thjesht u përkul, i preku kokën vajzës dhe tha, Tautau është një panda e mirë, apo jo? Vajza u përgjigj, po, por ai gjithmonë ka probleme.
Adili buzëqeshi dhe tha, ne të gjithë kemi probleme, por i zgjidhim së bashku. Pastaj ai u ngrit dhe vazhdoi vizitën sikur asgjë nuk kishte ndodhur. Ky episod tregon shumë për personalitetin e Adilit. Ai nuk u zemërua, nuk urdhëroi hetime, nuk bëri sken. Ai e pranoi pseudonimin me një humor të hidhur, duke e kthyer në një moment pothuajse human. Por njëkohësisht, ai e përdori për të dhënë një mesazh propagandistik, i zgjidhim problemet së bashku. Kjo aftësi për të marrë një situatë potencialisht të rrezikshme dhe ta kthyer në një moment të kontrollueshëm ishte një nga talentet kryesore të Adilit. Ai nuk luftonte kundër realitetit, ai e pranonte dhe përpiqej ta menaxhonte. Por çfarë mendonte Adili në intimitetin e shtëpisë së tij? A fliste ai me gruan e tij për frustrimet e tij? A i rrëfente ai fëmijëve të tij dyshimet e tij për sistemin? Këtu hym në një territor ku kemi shumë pak informacion. Familja e Adilit ka mbetur shumë e mbyllur pas rënies së komunizmit, duke refuzuar të japë intervista apo të flasë publikisht. Kjo heshtje është e kuptueshme, por na lë me pyetje të hapura. Një nga vajzat e tij, që jetoi jashtë vendit për shumë vite, një herë tha në një bisedë private se babai im ishte një njeri i ndershëm që u gjet në një sistem të pandershëm. Kjo përshkrim minimal tregon se edhe familja e tij e shihte atë si një viktim të rrethanave, jo si një arkitekt të tyre. Por a është kjo një justifikim i pranueshëm? A mund të themi se dikush që drejtoi qeverinë për 18 vjet ishte thjesht një njeri i ndershëm në një sistem të pandershëm? Kjo pyetje na çon në një debat më të gjerë mbi përgjegjësinë individuale në regjimet totalitare. Disa argumentojnë se në një sistem ku refuzimi i bashkëpunimit do të thotë vdekje apo burg, njerëzit nuk kanë zgjidhje reale dhe prandaj nuk mund të mbahen plotësisht përgjegjës. Të tjerë argumentojnë se gjithmonë ka zgjidhje, edhe nëse ato janë të vështira, dhe se zgjedhja për të bashkëpunuar me një regjim represiv është një zgjedhje morale për të cilën duhet të mbahesh përgjegjës. Adili nuk zgjodhi kur të refuzojë. Ai nuk dha kur dorëheqje në shenjë proteste, nuk foli kur kundër një vendimi që e konsideronte të padrejtë, nuk u përpoq kur të përdorte pozicionin e tij për të lehtësuar vuajtjet e njerëzve. Ai thjesht kreu punën e tij ditë pas dite, vit pas viti, duke nënshkruar vendime që e dinte se do të kishin pasoja të rënda për njerëz të zakonshëm. Kjo zgjedhje për të vazhduar, për të mos u tërhequr, për të mos rezistuar, është një zgjedhje morale dhe ai duhet të mbajë përgjegjësi për të. Por njëkohësisht duhet të pranojmë se gjykimi i njerëzve që jetonin në kushte që ne nuk i kemi përjetuar kur është i vështirë. Sa prej nesh do të kishim guximin të refuzonim një pozicion të lartë, të jepnim dorëheqjen në shenjë proteste, të rrezikonim familjen tonë për një parim? Kjo pyetje nuk është retorike, është një pyetje që duhet ta bëjmë me sinqeritet. Dhe përgjigjja e saj na ndihmon të kuptojmë jo vetëm Adil Çarçanin, por edhe veten tonë, kufit e guximit tonë, pikën ku ne do të zgjidhnim sigurinë mbi parimet. Në vitet e fundit të jetës së tij, pas dorëheqjes, Adili jetoi në një lloj izolimi. Ai nuk u arrestua, nuk u gjykua, por as nuk u ftua në ngjarje publike, nuk ju kërkua mendimi për çështje politike. Ai ishte bërë një figurë së kaluarës, dikush që njerëzit preferonin të harronin. Disa nga ish kolegët e tij që u gjykuan për krime të regjimit e përmendën emrin e tij në dëshmi, duke thënë se ai kishte qenë pjesë e vendimeve që kishin çuar në vuajtje. Por Adili nuk u thirr kur si dëshmitar, nuk u hetua kur formalisht. Kjo ishte ndoshta për shkak se ai nuk ishte konsideruar si një figurë kryesore, por edhe sepse sistemi i ri i drejtësisë nuk kishte kapacitetin apo vullnetin për të gjykuar të gjithë ata që kishin qenë pjesë e aparatit të vjetër. Kjo mbijetesë juridike e Adilit është një tjetër aspekt i historisë së tij që meriton vëmendje. Si arriti ai të shmangë përgjegjësinë ligjore për veprimet e tij? Pjesërisht sepse ai kishte qenë gjithmonë i kujdesshëm të mos lidhej drejt për drejt me vendimet më brutale. Ai kishte lënë që të tjerë të merrnin vendime të tilla, ndërsa ai merrte me çështje teknike dhe ekonomike. Kjo ndarje artificiale e përgjegjësive ishte një mënyrë për të krijuar mohueshmëri të besueshme. Kur pyetej për arreste apo ekzekutime, ai mund të thoshte, kjo nuk ishte në jurisdiksionin tim. Kur pyetej për kushtet e këqija ekonomike, ai mund të thoshte, ne bëm çfarë mundëm me burimet që kishim. Kjo strategji e shpërndarjes së përgjegjësisë është një nga mjetet kryesore që burokrat përdorin për të shmangur llogaridhënien. Por a e besonte vetë Adili këtë justifikim? A mendonte ai vërtet se nuk ishte përgjegjës, apo e dinte thellë brenda se ishte bashkëfajtor? Ne nuk do ta dim kur me siguri, sepse ai nuk la kujtime, nuk dha intervista, nuk shkroi letra ku shprehte mendimet e tij të brendshme.
Ai mori sekretet e tij në varr, ashtu si kishte jetuar në heshtje. Kjo heshtje e fundit është ndoshta akti i fundit i strategjisë së tij të mbijetesës. Duke mos folur, duke mos u justifikuar, duke mos u penduar publikisht, ai shmangoi të bëhej objekt debati, të bëhej simbol i asaj që kishte qenë e gabuar me regjimin. Ai thjesht u zhduk nga historia, duke lënë pas vetëm një pseudonim dhe pyetje të hapura. Sot, kur ecni nëpër rrugët e Tiranës, nuk do të gjeni asnjë përmendore për Adil Çarçanin. Nuk ka rrugë me emrin e tij, nuk ka muze që i kushtohet, nuk ka plak për kujtimore. Ai është harruar në mënyrën më absolute, duke u bërë një notë këmbësh në librat e historisë. Por a është kjo e drejtë? A duhet ne të harrojmë figura si ai, apo duhet t'i studiojmë pikërisht sepse ato na mësojnë diçka të rëndësishme për natyrën e pushtetit dhe të bashkëpunimit me të? Unë argumentoj se historia e Adil Çarçanit duhet studiuar pikërisht sepse ai nuk ishte një figurë e jashtëzakonshme. Ai ishte i zakonshëm dhe kjo e bën historinë e tij më të rëndësishme. Regjimet totalitare nuk funksionojnë vetëm me figura karizmatike dhe të frikshme në krye. Ata funksionojnë me Mira Adil Çarçan, njerëz të zakonshëm që zgjedhin të bashkëpunojnë, që zgjedhin karrierën mbi ndërgjegjen, që zgjedhin sigurinë mbi guximin. Dhe nëse ne harrojmë këto figura, nëse fokusohemi vetëm në diktatorët e mëdhenj, ne humbasim një mësim thelbësor mbi se si funksionojnë sistemet e këqija. Pseudonimi Tao Tao ishte mënyra e popullit për të shprehur këtë të vërtetë. Duke e quajtur kryeministrin me emrin e një panda nga Viza Timori, njerëzit po thonin se ai nuk ishte një hero as një demon, por një figurë absurde, një njeri i zakonshëm që luante një rol të jashtëzakonshëm në një situatë absurde. Kjo perceptim ishte më e saktë se çdo analizë akademike mund të jetë. Populli, me intuitën e tij kolektive, e kishte kuptuar natyrën e Adilit më mirë se sa ai e kuptonte veten. Dhe kjo na çon te pyetja finale, pyetja që çdo lexues duhet ta bëjë vetes. Nëse do të gjendeshit në pozicionin e Adil Çarçanit, çfarë do të bëje? Do të kishte guximin të refuzoje, të jepje dorëheqjen, të flisje kundër? Apo do të zgjidhje të vazhdoje, duke u justifikuar se dikush tjetër do ta bënte po të njëjtën gjë, se unë nuk mund të ndryshoj sistemin, se duhet të mendoj për familjen time? Kjo pyetje nuk ka një përgjigje të lehtë, dhe pikërisht për këtë arsye ajo është e rëndësishme. Ajo na detyron të mendojmë për kufit e guximit ton, për pikën ku ne do të zgjidhnim sigurinë mbi parimet. Dhe kjo vetdije është e nevojshme nëse duam të ndërtojmë shoqëri ku figura si Adil Çarçani nuk mund të lulëzojnë, ku bashkëpunimi me sistemet e këqija ka një kosto të lartë, ku njerëzit zgjedhin guximin mbi sigurinë. Historia e Tao Taos nuk është vetëm një histori e së kaluarës. Ajo është një paralajmërim për të tashmen dhe të ardhmen. Sepse në çdo shoqëri, në çdo kohë, ka rrezikun që njerëz të zakonshëm të bëhen bashkëpunëtor të sistemeve të padrejta. Dhe nëse ne nuk jemi vigjilent, nëse nuk pyesim veten vazhdimisht mbi përgjegjësinë tonë morale, ne mund të gjejmë veten duke luajtur të njëjtin rol që luajti Adili, duke u justifikuar me të njëjtat argumente, duke përfunduar me të njëjtin fat, të harruar dhe të papërgjegjshëm. A jeni ju gati të bëni zgjidhje të vështira kur vjen momenti? Apo do të zgjidhni rrugën e lehtë të bashkëpunimit, duke shpresuar se historia do t'ju harrojë ashtu se i harroi Adil Çarçanin? Në arkivat e Komitetit Qendror që u hapën në vitet e para të demokracisë, u gjet një letër e shkruar me dorë nga Adil Çarçani drejtuar Ramiz Alis në janar të vitit 1990. Letra nuk u publikua kurrë zyrtarisht, por disa gazetarë arritën ta lexojnë para se të riarkivohej. Në të, Adili shkruante shoku Ramiz, situata ekonomike ka arritur një pikë ku fjalët nuk mjaftojnë më për ta shpjeguar. Njerëzit po vuajnë në mënyrë që ne nuk mund ta mohojmë më. Duhet të mendojmë për hapa konkret, edhe nëse ata kërkojnë ndryshime në qasjen tonë tradicionale. Kjo ishte gjuha më e fortë që Adili kishte përdorur ndonjëherë në një dokument zyrtar. Por edhe këtu, ai ishte i kujdesshëm. Ai nuk propozonte zgjidhje specifike, nuk kritikonte politika të caktuara, nuk emëronte përgjegjës. Ai thjesht konstatonte një problem dhe sugjeronte se duhet të mendojmë. Kjo ishte Adili deri në fund, duke shprehur shqetësim pa marrë përgjegjësi, duke sugjeruar ndryshim pa e kërkuar atë drejt për drejt. Ramiz Alia nuk ju përgjigj kësaj letre me shkrim. Sipas disa burimeve, ai e thiri Adil në një takim privat dhe i tha se ne të gjithë e shohim situatën, por duhet të jemi të durueshëm dhe të besojmë te forca e sistemit tonë. Kjo përgjigje ishte tipike për atë periudhë, një kombinim i mohimit dhe shpresës së kohë.
Por ajo që është interesante është se Adili nuk insistoi. Ai nuk shkroi letra të tjera, nuk nguli këmbë në mbledhje, nuk kërkoi të diskutojë çështja në byron politike. Ai thjesht pranoi përgjigjen dhe vazhdoi punën e tij sikur asgjë nuk kishte ndodhur. Kjo dorëzim i shpejt tregon se edhe kur Adili shprehte shqetësim, ai nuk ishte i gatshëm të shkonte deri në fund, të rrezikonte pozicionin e tij për një parim. Por le të kthehemi te njerëzit e zakonshëm, ata që jetonin nën qeverisjen e Tautaos. Si e përjetonin ata jetën e përditshme në vitet e fundit të 80-tave? Dëshmitë që kemi nga ajo periudhë pikturojnë një tablo të zymë. Familjet zgjohen në orën 4 të mëngjesit për të bërë radhë për bukë. Nënat llogaritsin me kujdes çdo copë ushqimi, duke u përpjekur të ushqejnë fëmijët e tyre me racionet e pamjaftueshme. Punëtorët shkojnë në fabrika ku nuk ka lëndë të parë, ku makinat janë të prishura, ku pagat vijnë me vonesë. Studentët studiojnë në biblioteka pa ngrohje, duke lexuar libra që përsërisin të njëjtat formula ideologjike. Të sëmurët presin në spitale ku nuk ka ilaçe, ku mjekët bëjnë çfarë mundin me mjete primitive. Dhe në mes të gjithë kësaj vuajtjeje, çdo javë në televizion shfaqej Adil Çarçani me buzëqeshjen e tij të gjerë, me zërin e tij të qetë, duke folur për arritje, për perspektiva të ndritshme, për besimin të forca e popullit ton. Kontrasti midis asaj që ai thoshte dhe asaj që njerëzit jetonin ishte kaq i madh sa bëhej surreal. Ishte sikur ai jetonte në një realitet paralel, në një vend ku gjërat funksionin, ku njerëzit ishin të lumtur, ku e ardhmja ishte e ndritshme. Dhe kjo disociat e plot nga realiteti e bënte atë edhe më të ngjashëm me Tautaun nga Vizatimori, një personazh që jetonte në botën e tij të vogël, të mbrojtur, ku problemet zgjidheshin gjithmonë në fund. Por a e besonte vet Adili atë që thoshte? Kjo është një nga pyetjet më intriguese. Disa që punuan me të thonë se ai e dinte saktësisht se cila ishte situata reale. Ai lexonte raportet, ai shite shifrat, ai dinte se fabrikat nuk prodhonin, se bujqësia po dështonte, se njerëzit po vuanin. Por kur dilte në publik, ai luante një rolin e kryeministrit optimist që duhej të mbante moralin e popullit. Kjo ndarje midis njohurisë private dhe performancës publike është një tjetër aspekt i personalitetit të Adilit që meriton vëmendje. Ai kishte zhvilluar aftësinë për të jetuar në dy realitete njëkohësisht, për të ditur të vërtetën por për të folur gënjeshtrën, pa u shfaqur i shqetësuar nga kjo kontradikt. Kjo aftësi për disocim është një nga karakteristikat më të zakonshme të burokrat në regjimet totalitare. Ata zhvillojnë një lloj dualiteti mendor ku mund të dinë se po bëjnë diçka të gabuar, por njëkohësisht të gjejnë mënyra për ta justifikuar atë. Ata thonë vetes, unë vetëm po bëj punën time, dikush tjetër do ta bënte po të njëjtën gjë, unë nuk kam fuqi të ndryshoj sistemin, duhet të mendoj për familjen time. Këto justifikime bëhen një lloj mantraje që përsëritet aq shpesh sa fillon të besohet. Dhe me kalimin e kohës, linja midis asaj që di dhe asaj që thua bëhet aq e turbullt sa nuk je më i sigurt se çfarë beson vërtet. Në shtator të vitit 1990, ndodhi një incident që tregon gjendjen e vërtetë të vendit. Në Shkodër, një grup njerëzish u përpoqën të hynë me forcë në ambasadën italiane për të kërkuar azil. Policia i ndaloi me dhunë, por lajmi u përhap shpejt. Ishte një nga shenjat e parapublike se njerëzit ishin aq të dëshpëruar sa ishin gati të rrezikonin gjithçka për të ikur. Adili u pyet në një konferencë shtypi mbi këtë incident. Ai tha se këta janë elemente të izoluar që janë ndikuar nga propaganda e huaj dhe se populli ynë është i lumtur dhe i kënaqur me jetën që ka. Por ndërsa ai thoshte këto fjalë, zëri i tij nuk kishte bindjen e mëparshme. Ai duke i lodhur, pothuajse i mërzitur që duhej të përsëriste këto formula të vjetra që askush nuk i besonte më. Në dhjetor të njëjtit vit, kur Ceaușescu u rrëzua në Rumani, Adili ishte në një mbledhje të Këshillit të Ministrave. Dikush solli lajmin dhe dhoma u mbush me një heshtje të rëndë. Të gjithë e dinin se çfarë do të thoshte kjo. Nëse mund të ndodhte në Rumani, mund të ndodhte kudo. Adili, sipas një pjesëmarrësi, u ngrit dhe tha, shok, ne duhet të qëndrojmë të qetë dhe të vazhdojmë punën tonë. Situata jonë është ndryshme nga ajo e Rumanisë. Por askush nuk u bin. Të gjithë e dinin se ishte vetëm çështje kohe para se vala e ndryshimeve të arrinte edhe në Shqipëri. Në javët që pasuan, Adili u bë edhe më i tërhequr. Ai shkurtoi fjalimin e tij në mbledhje, delegoi më shumë përgjegjësi të zëvendësit, shmangej nga intervistat. Ishte sikur ai po përgatitej për fundin, po tërhiqej gradualisht nga skena para se të detyrohej të largohej me forcë.
Kjo tërheqje e qetë ishte tipike për stilin e tij. Edhe në fund, ai nuk donte të bëhej spektakël, të bëhej hero tragjik apo figurë dramatike. Ai thjesht donte të zhduket, të bëhet i padukshëm, ashtu si kishte qenë gjithë jetën. Kur protestave filluan në Shkodër në dhjetor të vitit 1990, Adili ishte në Tiranë. Ai mori raporte të detajuara mbi atë që po ndodhte, por nuk dha urdhra për represion të ashpër. Kjo nuk ishte për shkak se ai kishte zhvilluar papritur një ndërgjegje demokratike, por sepse ai e kuptonte se çdo përpjekje për të shtypur protestat me dhunë do të përshpejtonte vetëm rënien e regjimit. Ai po përpiqej të blinte kohë, të vononte të pashmangshmen, duke shpresuar se ndoshta do të gjendej një zgjidhje që do t'i lejonte atij dhe kolegëve të tij të dilnin nga skena pa u përballur me pasoja të rënda. Por koha kishte mbaruar. Në shkurt të vitit 1991, kur u bë e qartë se regjimi duhej të bënte lëshime të mëdha, Adili u thirr në një mbledhje të byros politike. Atje ju tha se ai duhej të jepte dorëheqjen. Ai nuk protestoi, nuk kërkoi shpjegime, nuk u përpoq të negocionte. Ai thjesht tha, nëse partia mendon se kjo është e nevojshme, unë jam gati. Kjo dorëzim i menjëhershëm ishte akti i fundit i strategjisë së tij të mbijetesës. Duke mos u bërë pengesë, duke mos u përpjekur të mbante postin, ai po tregonte se nuk ishte kërcënim, se mund të largohej pa probleme. Në 22 shkurt, Adili dha dorëheqjen zyrtarisht. Ai lexoi një deklaratë të shkurtër në televizion ku tha se për arsye shëndetësore dhe për të hapur rrugën për gjeneratën e re, kam vendosur të jap dorëheqjen nga posti i kryeministrit. Nuk kishte emocione në zërin e tij, nuk kishte hidhërim apo lehtësim. Ai thjesht lexoi fjalët dhe u largua nga ekrani. Ishte fundi i një epoke, por një fund aq i qetë, aq i pazhurm, sa pothuajse kaloi pa u vënë re. Njerëzit që e pan atë transmetim thonë se nuk ndjen asgjë të veçantë. Ishte sikur një mobilje e vjetër po hiqej nga një dhomë, diçka që kishte qenë atje kaq gjatë sa askush nuk e vinte më re, dhe tani po largohej po aq pa u vënë re. Por për Adil, kjo ishte një moment i rëndësishëm. Për herë të parë në 18 vjet, ai nuk ishte më kryeministër. Ai nuk kishte më përgjegjësi zyrtare, nuk duhej të dilte në televizion, nuk duhej të jepte fjalime. Ai ishte i lirë në një kuptim, por ishte edhe i zbrazët. Gjithë identiteti i tij për pothuajse 2 dekada kishte qenë i lidhur me këtë pozicion, dhe tani ai nuk kishte më asgjë. Çfarë bën një njeri kur humbet rolin që ka luajtur për aq gjatë? Si rindërton ai identitetin e tij? Adili zgjodhi heshtjen. Ai u tërhoq në apartamentin e tij në Tiranë dhe jetoi një jetë shumë private. Ai nuk dha intervista, nuk shkroi kujtime, nuk u përfshi në politikë. Ai thjesht jetoi duke ecur në park, duke lexuar gazeta, duke takuar rëndom disa miq të vjetër. Njerëzit që e takuan në atë periudhë thonë se ai duke i lehtësuar, sikur një bar e rënd ishte hequr nga supet e tij. Ai nuk fliste për politikë, nuk komentonte ngjarjet aktuale, nuk shprehte pendim apo justifikim për të kaluarën. Ai thjesht jetonte në të tashmen, ditë pas dite, pa u përpjekur të shpjegonte apo të mbronte atë që kishte bërë. Kjo heshtje e fundit e Adilit është ndoshta trashëgimia më e rëndësishme e tij. Duke mos folur, duke mos u justifikuar, ai la që historia ta gjykonte pa u përpjekur të ndikonte atë gjykim. Por njëkohësisht, kjo heshtje e privoi historinë nga një burim i rëndësishëm informacioni. Ne nuk dim çfarë mendonte ai vërtet për vitet e tij si kryeministër. Ne nuk dim nëse ai pendoi për vendime të caktuara, nëse ai besonte se kishte bërë të drejtën, nëse ai e shihte veten si viktim apo si bashkëfajtor. Të gjitha këto pyetje mbeten të papërgjigjura dhe kjo boshllëk na detyron të interpretojmë bazuar në veprimet e tij, jo në fjalët e tij. Në 26 tetor të vitit 1994, Adil Çarçani vdiq në shtëpinë e tij në Tiranë. Ai kishte 66 vjeç. Shkaku i vdekjes ishte një infarkt i dytë, më i rëndë se i pari. Vdekja e tij u raportua në një paragraf të shkurtër në gazetat e ditës, pa komente, pa analiza. Nuk kishte ceremoni zyrtare, nuk kishte fjalime përkujtimore nga figura politike. Ai u varros në varrezat e Tiranës në një ceremoni private me familjen. Ishte një fund i qetë për një njeri që kishte jetuar gjithë jetën duke shmangur vëmendjen. Por çfarë mbeti pas tij? Çfarë trashëgimie la Adil Çarçani? Në nivel material, asgjë. Ai nuk la pasuri të mëdha, nuk kishte ndërtuar vila apo grumbulluar pasurinë. Ai jetoi modestisht dhe vdiq modestisht.
Në nivel politik, ai la një vend në gjendje të mjeruar, një ekonomi të shkatëruar, një popull të dëshpëruar. Por ai ishte ai personalisht përgjegjës për këtë? Apo ai ishte thjesht një ingrenazh në një makinë më të madhe? Kjo pyetje vazhdon të debatohet edhe sot. Në nivel kulturor, ai la një pseudonim që vazhdon të përdoret ndonjëherë edhe sot. Kur shqiptarët duan të përshkruajnë dikë që duket i pafajshëm, por që në të vërtetë është pjesë e një sistemi të korruptuar, ata ndonjëherë thonë, ai është një tau-tau. Pseudonimi ka evoluar nga një emër specifik për Adil Çarçanin në një term i përgjithshëm për një lloj personaliteti, një lloj bashkëpunëtori të qetë me sistemet e këqija. Kjo transformim i pseudonimit në një koncept më të gjerë është ndoshta trashëgimia më e qëndrueshme e Adilit. Por le të pyesim veten një herë të fundit, çfarë mund të mësojmë nga historia e Adil Çarçanit? Çfarë na mëson ajo për natyrën e pushtetit, të bashkëpunimit, të përgjegjësisë morale? Unë mendoj se ka disa mësime kyçe. E para, se regjimet e këqija nuk funksionojnë vetëm me fanatik dhe sadis. Ata funksionojnë me njerëz të zakonshëm që zgjedhin të mos shohin, të mos pyesin, të mos ndjejnë përgjegjësi. Adili ishte mishërimi i kësaj mentaliteti dhe për këtë arsye historia e tij është më e rëndësishme se sa mund të duket. E dyta, se gjuha popullore ka një fuqi të jashtëzakonshme për të shprehur të vërteta që nuk mund të thuhen drejt për drejt. Pseudonimi Tau-Tau ishte një mënyrë për popullin të kritikonte pushtetin pa u kapur, të shprehte pakënaqësinë pa u arrestuar. Kjo krijimtari gjuhësore është një formë rezistence që shpesh nënvlerësohet, por që mund të jetë shumë e fuqishme në kushtet e represionit. E treta, se heshtja mund të jetë edhe një formë bashkëpunimi. Adili zgjodhi të heshtë kur duhej të fliste, të mos veproj kur duhej të vepronte, të pranoj kur duhej të refuzonte. Kjo heshtje e tij nuk ishte neutralitet, ishte një zgjedhje aktive për të mbështetur statusin ekzistues. Dhe kjo zgjedhje ka pasoja morale për të cilat ai duhet të mbajë përgjegjësi. E katërta, se mbijetesa personale nuk është gjithmonë vlera më e lartë. Adili mbijetoi, ai shmangoi burgun dhe ekzekutimin, ai jetoi deri në pleqëri. Por me çfarë kosto? Ai jetoi duke ditur se kishte qenë pjesë e një sistemi që kishte shkaktuar vuajtje të pafundme. Ai jetoi duke ditur se kishte pasur mundësinë të bënte diçka ndryshe, por kishte zgjedhur të mos e bënte. Kjo lloj mbijetese, e arritur me kompromisin e vazhdueshëm moral, është vërtet një fitore? E pesta, se historia nuk harron gjithmonë. Edhe pse Adili u përpoq të bëhej i padukshëm, edhe pse ai jetoi dhe vdiq në heshtje, historia e tij vazhdon të studiohet, të analizohet, të gjykohet. Pseudonimi Tau-Tau e ka mbajtur atë gjallë në kujtesën kolektive në një mënyrë që ai ndoshta nuk e kishte parashikuar. Ai donte të harrojë, por populli nuk e harroi. Ata e kthyen në një simbol, në një mësim, në një paralajmërim. Dhe kjo na çon te pyetja finale që çdo lexues duhet ta bëjë vetes. Nëse do të gjendeshit në pozicionin e Adil Çarçanit, çfarë do të bëje? Kjo nuk është një pyetje retorike. Është një pyetje që duhet ta bësh me sinqeritet, duke menduar për kufit e guximit tënd, për pikën ku ti do të zgjidhje sigurinë mbi parimet. Sepse e vërteta është se shumica prej nesh nuk e dim se çfarë do të bënim derisa të gjendemi në atë situatë. Dhe kjo pasiguri duhet të na bëjë më të përulur kur gjykojmë të tjerët, por edhe më vigjilent kur vlerësojmë zgjedhjet tona. Historia e Tau-Taus nuk është vetëm një histori e së kaluarës. Ajo është një pasqyrë në të cilën çdo shoqëri duhet të shikojë veten. Ajo na pyet, a kemi ne njerëz si Adili në sistemin ton sot? A ka burokrat që ekzekutojnë vendime të padrejta duke u justifikuar se vetëm kryejnë punën e tyre? A ka menaxher që mbyllin sy përpara padrejtësive sepse nuk është puna e tyre të merren me politikë? A ka teknikë që shohin problemet humane si çështje shifra dhe raportesh? Nëse përgjigja është po, atëherë mësimi i Adil Çarçanit është më aktual se kurrë. Dhe ndoshta kjo është trashëgimia e vërtetë e Tau-Taus. Jo një hero, jo një demon, por një pasqyrë në të cilën shohim mundësinë tonë për bashkëpunim me të keqen. Një kujtesë se çdo njeri ka zgjidhjen të bëjë të drejtën apo të gabuar, dhe se zgjedhja për të mos zgjedhur është vetë një zgjedhje me pasoja morale. Një paralajmërim se sistemet e këqija ndërtohen jo vetëm nga njerëzit e këqij, por nga njerëzit e zakonshëm që zgjedhin të mos jenë të mirë. Kështu që kur dëgjoni emrin Tau-Tau, mos mendoni vetëm për një panda nga një vizatimor i vjetër kinez. Mendoni për një njeri që zgjodhi sigurinë mbi guximin, karrierën mbi ndërgjegjen, heshtjen mbi të vërtetën.
Mendoni për mira njerëz si ai që ekzistojnë në çdo shoqëri, në çdo kohë. Dhe pyetni veten, çfarë do të zgjidhja unë? Sepse kjo pyetje e vështirë dhe e pakëndshme sa të jetë, është pyetja që përcakton se çfarë lloj shoqërie do të ndërtojmë, se çfarë lloj njerëzish do të jemi. A jeni ju gati ta bëni atë zgjidhje kur vjen momenti? Apo do të bëheni edhe ju një tau tjetër, një figurë që duket e pafajshme, por që në heshtjen e saj lejon që e keqja të vazhdojë?